Në Shkodër, festa ndërkombëtare e fëmijëve vijon edhe përtej 1 qershorit. Në shtëpinë e fëmijës 6 deri në 15 vjeç u zhvillua një tjetër veprimtari festive e cila solli momente gëzimi dhe argëtimi për të miturit që trajtohen në këtë institucion, organizuar në bashkëpunim me shoqatën Mërgjimtari dhe mbështetjen e Ministrisë së Kulturës. Drejtuesit e institucionit theksojnë se aktivitetet të tilla kontribojnë në mirëqenien emocionale dhe gjithëpërfshirjen sociale të fëmijëve. Është shumë e rëndësishme të marrja pjesë në aktivitetet të cilat janë në gjithë përfshirje, pra dhe me fëmijët e tjerë të qytetit dhe të organizuar nga partnerë nga më të ndryshëm të cilët po ashtu kanë në vëmendje edhe fëmijët tanë. Një falënderim i madh për gjithë ata që kanë vëmendje dhe për kujdesje ndaj këtyre fëmijëve. Sipas organizatorëve, veprimtari të tilla synojnë edhe rritjen e ndërgjegjësimit të familjeve dhe të afërmve të fëmijëve të braktisur, mbi rëndësinë e dashurisë, kujdesit dhe përgjegjësisë familjare në jetën dhe zhvillimin e tyre. Ju lutem shumë prindër, çfarëdo lloj sfidash që të keni dhe probleme të tjera ekonomike, mos i braktisni fëmijët për asnjë arsye. Se nuk ka gjë më të rëndë se sa loti i fëmijëve kur del e pret prindin e vet dhe nuk e sheh dot. Për rreth 2 orë 25 të mitur të kësaj qendre u argëtuan në ritmet e muzikës, lojrave dhe dhuratave të shpërndara nga organizatorët në një atmosferë të mbushur me buzëqeshje dhe emocione.